Kënga Futa Perimi interpretuar nga Kroni Pula me muzikë, tekst dhe orkestrim nga Adrian Hila është fituese e edicionit 23 të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë. Kjo këngë do përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e ardhshëm të Junior Eurovision 2025. Po sigurisht, mendova që s'do fitoja, do isha çmimi i dytë, por tashi që e bëra këngën, ndjem shumë mirë edhe jam shumë kënaqur. Kujt ja dedikon fitore? Unë ja dedikoj gjyshit tim që ka ikur në qiell tani, edhe e dua shumë. Dhe të përfaqësosh Shqipërinë në festivalin European Junior. E pret me emocione? Po, shumë. Me zëri po pres. Dy figurat e njohur të muzikës shqiptare si Robert Radoja dhe Inva Mula, që ishin pjesë e jurisë, vlerësuan nivelin artistik dhe përkushtin e gjithë pjesëmarrësve. Jam i kënaqur që jam prapë në Shkodër. E dyta festivali ishte shumë i bukur. Ishte rujt cilësia e këngës për fëmijë sipas traditës dhe mbi të gjitha entuziazmi i fëmijëve dhe këngëtarët ishin të lavdërueshëm. Ndjem e vogël, mbi të gjitha ndjem e vogël më kthehen kujtimet më të bukura të jetës time. Ky festival më ka rritur, ky festival më mësoi skenën, më mësoi emocionin, më mësoi të konkuroja dhe janë bresa të pashlyera. Sot vërtet unë ndjeva shumë emocionuar se kam vite që nuk kam ardhur. Madje do thoja që është era parë që jam e ftuar do thoja në zhuri të këtij festivali dhe në momentin që më bë kjo ftesë vrapova për të ardhur, për arsye se Shkodrën e kam në zemër, këtë festival e kam në zemër, edhe unë ndjeva shumë mirë. Pas përfundimit të natës finale, organizatorët ndanë emocionet dhe reflektimet mbi punën e bërë nga fëmijët. Sigurisht që është vlerë e shtume dhe vetë pjesëmarrja e këngës fituese në Junior Fest, por sigurisht që ky festival ka pas gjithmonë vlera dhe asnjëherë nuk i humb këto vlerë. Vlen përmendet dhe të falenderoj përzemërsisht prindërit që na kanë mbështetur, sepse janë 2 muaj intensiv, se festivali fillon përgatitje shumë herët, por të mendosh që të vish çdo ditë, ti presësh, ti sjellsh fëmijë dhe ti presësh, për mua është sakrificë nga secili prind. Dhe nuk ka si me shku ndryshe, ku mbështetja, bërthama ose zemreku i këtij festivalit janë vetëm kori. Sigurisht edhe solistat janë pjesë e suksesit të këtij festivali. Kjo është besoj sfida më e madhe e festivalit, që në tërë këtë përvojë gjatë, në këtë vit të 63-in për ti, mos na bin me gitarë në kokë si fillim. Pastaj ne të përpiqemi të bëjmë një festival që rritet, po që ngelet gjithmonë i vogël, i ri, edhe që i përshtatet kërkesave që fëmijët kanë. Ndërkohë, një nga çmimet më të veçantë mbrëmjes, Kujtimalia, që mban emrin një prej figurave më të dashura të festivalit, ju dorëzua skenografit Adnan Kastrati për krijimin e atmosfere magjike në skenën e këtij edicioni.